Omeri qëndroi deri në fund me Muhammedin alayhis salam dhe me të dëgjuar për një lajm të vështirë për muslimanët. Me të dëgjuar se vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e donte shumë Omeri, ai që tërë jetën e tij ja kushtoi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe dinit islam, ai që çdo gjë dhe çdo moment e shfrytëzonte për ta marrë dijen dhe moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mori lajmin e madh, të trishtueshëm për të, që tashmë ka ndruar jetë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Përveç që u tronditën sahabët, Omeri filloi që ta humbiste të ruan e tij. Filloi që ta largonte racionalitetin e tij nga mendja e tij, duke thënë kështu: unë po dëgjoj nga disa hipokrit, të cilët thonë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka vdekur. Nuk është e vërtetë që ka vdekur. Ai vetëm ka shkuar tek Allahu, sikurse që ka shkuar edhe Musa tek Zoti i tij për 40 net me radhë. Dhe pastaj pas 40 neteve është kthyer tek populli i tij. Kështu është edhe Muhamedi, ai ka shkuar tek Zoti i vet, e ai do të kthehet përsëri dhe nuk ka vdekur. Dhe në këtë rast thot ai i cili thot që Muhamedi alayhis salam ka vdekur, do t'ja heq duart, pra do t'ja prej duart dhe do ta mbys atë me duart e mia. Pra e humbi racionalitetin, gjykoi me emocione, sepse dashuria për Muhamedit alayhis salam ishte me të vërtetë në nivel shumë të lartë, të pakapshëm ndoshta për gjeneratat tona në kohën e sotit. Andaj në atë periudhë erdhi Abu Bekri, ai që nuk ishte shumë emocional, ai që gjithmonë gjykonte me racionalitet dhe me argumente. Dhe donte shumë Abu Bekri se ç'dihet mirë, ishte më i mirë se Omeri radiallahu anhu, dhe ishte shok më i ngushtë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por ishte i mençur, ishte i pjekur dhe nuk ishte emocional. Shkoi dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: atë që ti gjithmonë e ke proklamuar vdekjen, tashmë e paske shijuar. Dhe e puthi në ballë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj u largua dhe i tha: Omer, qetësohu, mos ju fol njerëzve kështu. Omeri nuk ndalej, ai ishte i bindur që Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk ka vdekur dhe bërtiste me zë të lartë. Pastaj Abu Bekri u largua dhe filloi që të mbante fjalim. Dhe filloi duke lavdruar Allahun azza wa jall, dhe njerëzit kur e dëgjuan Abu Bekrin u larguan nga Omeri dhe shkuan tek Abu Bekri. Tha Abu Bekri: men kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat. Kush adhuroi Muhammedin, le ta di që Muhamedi sot vdes. Ja dorëzoi shpirtin Allahut azza wa jall. O men kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. E kush adhuron Allahun, le ta di se Allah është i gjallë, i përjetshëm dhe nuk vdes kurrë. Të gjithë kanë fillim dhe mbarim, përveç Allahut subhanahu wa taala. Të gjithë janë të përkohshëm në jetën e kësaj bote, përveç Allahut azza wa jall që gjithmonë është i përhershëm dhe nuk vdes kurrë. Andaj kur i dëgjoi këto fjalë Omeri dhe shokët e tjerë, thanë: sikur nuk e kemi ditur kur këtë ajet kuranor. Sikur kur nuk e pasna dëgjuar këtë ajet kuranor, tha Omeri radiallahu anhu, dhe e lëshuan këmbët dhe ranë në tokë. Dhe aty e kuptoi që më të vërtet i dashur i zemrës së tij, ai i cili ishte model për të, shoku më i ngushtë në jetën e tij, pejgamberi alayhis salam, ka ndruar jetë dhe ja ka dorëzuar shpirtin Allahut azza wa jall.